Seanca plenare u shoqërua me debate të ashpra lidhur me projekt ligjin Porta e Alpeve, një investim i planifikuar prej 100 milion eurosh për qarkun e Shkodrës, i mbështetur nga qeveria gjermane, KFV. Ministri i Infrastrukturës Enea Karakaçi akuzoi opozitën se po e përdor investimin për politik dhe se po pengon zhvillimin konkret të rajonit. Ky është një paket investimi 100 milion euro për qarkun e Shkodrës dhe ti duhet jesh krenare që po të vjen në gjithë qarkun tënd një paket e plot investimi që të krijojë mundësi edhe më të mira për sa i përket zhvillimit të turizmit, ndërlidhjes së Alpeve me Bregdetin Adriatik. Nuk e doni këtë projekt, nuk e doni zhvillimin e 100 milion euro për qarkun e Shkodrës dhe përdorni vetëm për politik, ndërkohë kjo s'është politik. Kjo është masë konkrete për qarkun e Shkodrës dhe investime për qarkun e Shkodrës. Në qoftë se nuk jeni dakord, s'ka problem, këto investime do vinë 100 milion euro, janë të angazhuara dhe përsa i përket pjesës së mbetur të 50 milion eurove, po, është e angazhuar financimi me KFV-n. Ndërsa kreu i grupit parlamentar të PS-s Tauland Balla u bëri thirrje deputetëve të opozitës të lënë mënjan urdhrat e partisë siç i cilësoi ai dhe të votojnë pro projektit, duke cilësuar atë si një mundësi historike për zhvillimin e zonës. Dhe 1.3 miliard euro është disafish më e madh që se gjithë buxheti juaj i investimeve në infrastrukturë. Për 8 vite që ju dhe i zotëria që iku qeverisë të vendit. Po ne nuk krahasohemi asnjëherë me ju. Kur? Sepse ne krahasohemi veç se me veten tonë. Mjaftuan këto 3 vite të para të besimit që Shkodra i dha Partisë Socialiste për të kuptuar se si ishte marrë peng ajo bashki. Prandaj edhe njerë, ftesa është që lërini urdhrat e partisë, shërbejni Shkodrës, shërbejni Shqipërisë, votojni këtë marrëveshje. Nga krau tjetër, deputetët e PD-s shprehen rezerva të forta. Josefina Topalli denoncoi mungesën e transparencës dhe kriteret e qarta, duke paralajmëruar se projekti mund të shërbejë si mjet për favorizimin e klientëve të qeverisë dhe grabitjen e pronave. Paketa maleve, si edhe fondi për Portën e Alpeve, në fakt përpiqen ta prezantojnë si zhvillim. Por në realitet ngjanë më shumë me projekte pa transparencë, pa kritere dhe me rrezik të madh për konflikte pronësie. Kur një projekt nuk ka kufi të qartë, nuk ka transparencë financiare dhe nuk ka kritere publike, atëherë hapet dera për atë që kjo qeveri di të bëjë më mirë: favorizime, grabitje pronash dhe klientelizëm. Ka një pyetje që askush nga qeveria nuk i përgjigjet. Si ka mundësi që fondet për Alpët dhe zhvillimin malor përfundojnë në zona bregdetare? Nëse projekti quhet Porta e Alpeve, pse përfshihen territore që identitetin ekonomik e kanë të deti, turizmi bregdetar dhe tek fusha? Kjo bën projektin të duket jo si strategji zhvillimi, por si një hartë politike interesash. Këto paradokse nuk janë gabime teknike në fakt, janë mjegull politike. Sa më i paqartë projekti, aq më lehtë bëhet ndarja fondeve dhe privilegjeve për klientët e qeverisë. Dhe kur shteti nuk jep harta, kritere dhe as transparencë, njerëzit kanë të drejtë të dyshojnë se pas zhvillimit fshihet një operacion për kontroll territori. Do kisha dashur shumë për me e votu, dhe ndoshta edhe do e votoj. Por unë jam e bindur se paret që ju i quani me emrin e bukur interesant Porta Alpeve do shkojnë rrush e kumlla. Eno Bozdo kritikoi besimin e menaxhimit të fondeve te Fondi Shqiptar i Zhvillimit, institucion të cilin e cilësoi si sinonim të mungesës së transparencës dhe tenderave të dyshimt. Projekte të cilat përgjithsisht janë fokusuar në fasadë, projekte që nuk kanë zgjidhur problematikën kryesore të fshatrave tona, që kanë të bëjnë me infrastrukturën, me rrugët, me ujësillës, kanalizimet, me mbetjet, me menaxhimin e mbetjeve. E pra, frika jonë është më se e drejtë, më se do të thoja unë edhe e ndershme, sepse këto janë para të cilat i kërkohet parlamentit të votohet mbi to, pa u pareqitur lista e projekteve prioritare dhe për të gjitha, mbi të gjitha, pa qenë sigurt se këto janë projekte të cilat vërtet i shërbejnë komuniteteve. Kështu që fakti është që
me sa duket dhe me sa shkruhet, kemi të bëjmë me një tjetër skem me prioritetet gabuara, për të mos thënë korruptive, dhe mbi të gjitha me një çek të bardhë që i kërkohet këtij parlamenti të nënshkruaj pa asnjë interes. Të nderuar kolegë, nuk kemi të bëjmë me një dhuratë. Nuk janë 50 milion euro grant që na jepet. Është vërtet një interes prej 4%, por ne do ta paguajmë atë si taksa pagues për 25 vitet e ardhshme. Pavarësisht kërkesës së mazhorancës për një votim të bashkuar, debati theksoi hendekun mes qeverisë që e shikon projektin si masë zhvillimore dhe opozitës që e konsideron atë një hapësirë për abuzim me fondet publike.